kemi një popullsi që ka lëvizur drejt zonave urbane të nivelit 2 në ato të nivelit parë. Pra drejt bashkive më të vogla, nga bashkive më të vogla drejt bashkive të mëdha, pa llogaritur ata që migrojnë jashtë vendit për arsye të ndryshme, kryesisht ekonomike. Kështu që kur bëhet fjalë për efektin e reformës administrative territoriale dhe ndryshimin e numrit të bashkive, merren parasysh dhe këto element. Jo vetëm çështja e eficiencës së shërbimeve, çështja e investimeve, çështja e përballimit dhe kapacitetit për të thithur të ardhura dhe për të menaxhuar të ardhura në kuadër të decentralizimit dhe të autonomisë, po nga ana tjetër edhe element demografik. Në fjalë të fundit, atje janë punonjës publik që i shërbejnë qytetarëve, që ofrojnë shërbime ose që duhet të ofrojnë shërbime publike në favor të qytetarëve të këtyre bashkive. Kështu që unë mendoj që ndarja administrative territoriale duhet të shikojë të gjithë këto element, qofshin ato gjeografik, qofshin ato të karakterit njerëzor, të kapaciteteve burimeve njerëzore, po dhe të lëvizjes së popullsisë. Ju personalisht për cilin numër bashkish do ishit në përputhje me demografinë, në përputhje me ndarjen territoriale, në përputhje me kodin elektoral? Po, në përputhje me të gjithë këto elementë, pra duke i marrë parasysh të gjithë, për të qenë sa më koncize, duke pasur parasysh edhe lëvizjen e popullsisë, duke ju referuar edhe censusit të fundit, që dha një shifër të ulët të popullsisë shqiptare. 2.4 milion, po 2.4 milion Instati e ka ulur akoma më tepër, sepse për shkak çdo vit për shkak të lëvizjes popullsisë migrimit e tjerë. 2.3 milion. 2.2 milion, po e mbajmë 2.4-shin e censusit të fundit, tregon që për mendimin tim, në gjykimin tim, sigurisht 61 bashki nuk e justifikojnë më pikërisht këtë ndarje të njësive të qeverisjes vendore. Po, për mendimin tim duhet të ishte me ulur. Kjo është ajo që kërkon majoranca në fakt, kurse opozita ka kërkuar 90. Nuk nisem pikërisht sepse secili ndoshta e merr dhe për efekt të qasjes së tij elektorale, edhe për qëllime politike dhe këtë nuk mund ta mohojmë. Në fjalë fundit klasa politike, majtas apo djathtas niset edhe nga kemi një problem tjetër praktik, sepse vërtet unë nisem nga qëllimi praktik i mirë menaxhimit të territorit dhe ofrimit shërbimeve publike sa më afër qytetarëve. Absolutisht, por ne harruam një komponent tjetër, pra vërtet ul numri nga 338 bashki dhe komuna në 61 bashki. Problemi është që u krijuan njësi administrative, të cilat efektivisht zëvendësuan komunat e dikurshme. Pra nuk është se është ulur numri i strukturave. Por ndërkohë shërbimet kanë çeduar për të shkuar afër qytetarit dhe një nga shkaqet e lëvizjeve demografike brenda vendit është ofrimi i shërbimeve. Mungesa e ofrimit të shërbimeve. Pra, ofrimi i shërbimeve jo cilëson. Jo vetëm që janë hequr shumë kompetenca pushtetit lokal, janë hequr dhe shërbimet qendrore. Ju e dini që numri i gjykatave për shembull me hartën e re gjyqësore. Ju e dini për daret për shembull, një ku diun mësues në Borsh do të shkojë në Fier arsimore rajonale. Ka të bëjë çështje bazike të cilat e vështirësojnë jetën e qytetarit. Dhe ideja është se si ta bësh qytetarin të ri aty, në atë zonë apo fermerin, dhe mos të vinë gjithë Tiranë apo të ikin gjithë jashtë vendit. Pra reforma duhet të jetë në këtë kuadër. Reforma duhet të jetë e gjithanshme, prandaj thash. Pra, në qoftë se po them grupimet ndryshme politike e shohin edhe për qëllime elektorale ose kryesisht për qëllime elektorale. Në fakt çdo në Amerikë. Po patjetër, kështu është kudo. Politika ka qasjen e vet. Praktikisht dhe nga pikpamja ligjore dhe efektshmërisë praktike të këtyre reformave, se në fjalë fundit edhe BE-ja dhe gjithmonë e lidh me integrimin, nuk kërkon thjesht në letër miratimin e një ligji apo të një reforme të re, por kërkon efektshmërinë praktike të tyre. Qëndrueshmërinë edhe sa ajo i shërben qytetarëve në tërësi. Kështu që në këtë këndvështrim, në kuadër të reformës së re, unë do të mendoja që ajo që duhet ishte kryesore për hartuesit e reformës, po edhe për ligjvënësin në fund, që do ta miratoj, do të ishte pikërisht qasja praktike. Do me thënë, sa kjo reformë do t'i shërbej qytetarit, mirëqeverisjes në nivel vendor, ofrimit të shërbimeve të përmirësuara dhe efektive në dobi të qytetarëve, në mënyrë që siç e përmendët ju, të mos kemi lëvizje kaq të mëdha, në mënyrë që shpërndarja demografike të jetë më e mirë, në mënyrë që qytetari të ndihet i sigurt që merr shërbime edhe në një bashki të largët, qoftë siç ju përmendët në Puk, në Kavaj apo edhe diku tjetër, por nga ana tjetër kjo të shoqërohet me çfarë? Edhe me investime më të mëdha, në mënyrë që të kemi më shumë vende pune, në mënyrë që edhe këto bashki si njësitë qeverisjes vendore të gjenerojnë më shumë të ardhura, taksa, tatime, dhe në të njëjtën kohë të rritet edhe mirëqenia e qytetarëve. Në të kundërt, ne do të vazhdojmë të vuajmë nga e njëjta plagë e lëvizjes demografike të madhe të popullsisë. Ju përmendët ndër të tjera para pak që nuk është çështje legjislacioni, ne gjithmonë në përgjithësi, patjetër. Në përgjithësi, ne kemi kaluar legjislacion, aq më tepër tani kemi të detyrueshme aki komuniterin për ta transplantuar. Problemi gjithmonë ka çeduar te implementimi. Kjo për dy arsye.
E para ne kemi kaluar ligje drakoniane, fjala bie ne kemi ligje drakoniane për parkimin dysh, mund të shkosh në Burg sot që flasim, kemi ligje drakoniane për të ndërtojnë kotet spulash, kemi ligje drakoniane për të pirë qoftë një birë, sepse natyrisht penalizohesh, dhe në ana tjetër kemi rritje të aksidenteve rrugore, kemi lloj problematike e cila nuk e ka zgjidhur ky lloj legjislacioni. E dyta, dhe lidhe me këtë prapë si shembull, por është njëjta pyetje, ne dini me 86% të ujrave të ndotur. Ishim më të parë në Europë. Kapitulli për mjedisin është ndër më sfiduesit që ne kemi. Ngrihet qeveria dhe thotë dakor, do vend depurator dhe është kosto për biznesin e shtuar. Pra, nuk ka bërë absolutisht asgjë deri tani. Gjithë ujrat e zeza deri në lan, ka pasur diku një projekt qeverisë japoneze që ne në mënyrë të janshme prishëm dhe ne sot e kësaj dite, pra mjaftu shumë kohë për të bërë këto reforma, nuk kemi as ujë pishëm 24/7, nuk e kemi as të pastër, kemi ujra të ndotur, pra në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, Lumej, Ndiqene, dete madje shkruajmë për shqetësim për Kroacinë. Kroacia ka dashur na çojë në gjykatën europiane. Pra, si mund të zgjidhet kjo nëpërmjet legjislacionit, për gjithë kjo problematikë që ne kemi? A vlen vetëm ashpërsimi i rregullave apo duhet bërë diçka tjetër? Ilir, dua ta them këtë edhe në sensin jo vetëm profesional, po edhe praktik. Jo çdo gjë zgjidhet përmes ligjeve siç ju i quajtë dragoniane. Do me thënë, në përgjithësi, në makro, pavarësisht faktit që legjislacioni do ndryshojë, do përshtatet në raport me AKI-n dhe ka vende për përmirësime, po në përgjithësi në kuadrin në rregullator, në fuqi e kemi të plot dhe të mirë. Dhe nuk mund të presim, sepse ndonjëherë e shoh këtë tendencën edhe në aktivitete të ndryshme apo në trajnime etj, apo në diskurse të ndryshme që duhet forcuar ligji duhet parashikojë dhe këtë. Nuk mund parashikohet çdo gjë në ligj. Pra, aktet rregullatore japin atë kuadrin e përgjithshëm të asaj çfarë duhet bërë, kriteret specifike dhe kufizimet përkatëse. Pjesa tjetër nuk mund t'ja veshim dhe t'ja faturojmë çdo gjë ligjit. Jo çdo gjë mund përcaktohet në ligj. Kodiri penal donte ta zgjeronte shumë tepër këtë. Kështu që nga një anë politika në këtë drejtim e ligjbërjes ka dhe ajo rregullat e veta, siç ka një agent të integrimit që është prioritar edhe për parlamentin, siç është për qeverinë, po është edhe për parlamentin në të njëjtën simbiozë. Problemi është që unë prap mendoj që jo çdo gjë mund të rregullohet në ligj. Jo çdo gjë mund të vendoset në ligj. Ka akte në ligjore që dalin në bazë për zbatimin të ligjit, për zbatim të ligjit, që dhe ato duhet bëjnë një rregullim dhe detajim më të mirë që ti shërbejë zbatimit të ligjit në praktik. Po ka dhe kuptim dhe zbatim më të drejtë nga ana e institucioneve, nga ana e subjekteve që detyrohen ta zbatojnë ligjin dhe aktet rregullatore, po dhe nga ana e qytetarëve. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, është dhe ndërgjegjësimi.